Jam në shkallët elektrike ende funksionale më të vjetra në botë, në godinën e Macy's në New York, e cila në vitin 1902, kur inaugurua ishte godina më e madhe tregtare pra e shitjes në botë. Shkallët elektrike u instaluan në vitin 1906, mbasi ishte hapur godina në vitin 1902. 1906 u instaluan shkallët elektrike, të cilat janë ende të vetmet funksionale në botë. Shkallët elektrike u shpikën në Amerikë në vitin 1892 nga Jesse Renault dhe u vënë përdorim për herë të parë New York City në 1896. Në 1906 u instaluan këto shkallë elektrike në godinën e Macy's, që mbeten sot më të vjetrat ende funksionale në botë. Me kalimin e 120 vjetëve edhe shkallët elektrike ka ndryshuar shumë, kjo për shembull nuk është ende në funksionim, ndërsa pjesa e poshtme ishte gjitha prej drase. Shkallët elektrike më të vjetra ende funksionale sot në botë në Macy's New York, shihni dhe këtej në drejtimin që shkon sipër.